Ka shumë yje të kinematografisë turke që kanë mahnitur shikuesit me talentin, bukurinë dhe karizmën e tyre, por disa prej tyre u zhdukën papritur nga ekranet. Jo për shkak të skandaleve, jo për shkak të dështimeve, po për shkak se ato zgjodhën dashurinë, zgjodhën zemrat e tyre mbi lavdim. Sot do të shihni 10 aktore që u larguan nga bota e kinemas për hir të ndjenjave, familjes dhe lumturisë së vërtetë. Mes tyre është dhe Nesliana Tagul, e cila hoqi dorë nga projektet për hir të bashkëshortit të saj Kadir. Dhe Fakhrie Evçen, zgjedhja e së cilës nuk ishte në nënshtrimin ndaj të shoqit, por një përkushtim i ndërgjegjshëm ndaj familjes së saj, dhe shumë të tjerë, historitë të cilëve të prekin zemra. Qëndroni me ne deri në fund për të mësuar gjithçka rreth vendimeve më të papritura të këtyre femrave. Ky top 10 nuk ka të bëjë vetëm me karrierën, bëhet fjalë për dashurinë. Vendi 10, Berguzar Korel. Berguzar ka lindur në Stamboll në 27 gusht të vitit 1982. Ajo është 42 vjeç. Rruga e saj në aktrim ishte e ndritshme dhe plot ngjarje. Sidomos pas rolit të saj në serialin legjendar ku luante me bashkëshortin e saj të ardhshëm Halit Ergenç. Sidoqoftë, me kalimin e kohës, Berguzar filloi të shfaqej gjithnjë më pak në ekran. Pas lindjes së fëmijës së dytë të tretë, ajo më në fund mori një pushim nga karriera e saj. Nuk është për shkak se asaj nuk ju ofruan role dhe jo sepse humbi interesin për profesionin. Por ajo zgjodhi mëmësim, zgjodhi të ishte aty për fëmijët e saj, ajo zgjodhi kujdesin. Ngrohtësinë dhe heshtjen, të cilat edhe duartrokitjet më të forta nuk do t'ja jepnin kurrë. Sot ajo luan rrallë në filma duke ju përkushtuar tërësisht familjes dhe harmonisë së brendshme. Ndonjëherë, për të gjetur lumturinë e vërtetë, duhet të heqësh dorë nga gjërat që të sillin sukses. Ju urojmë Berguzarit vetëm gëzim, dritë dhe dashuri në çdo ditë të jetës së saj. Vendi 9, Aslihan Güner. Aslihan ka lindur në 17 dhjetor të vitit 1987 në Stamboll. Ajo tani është 37 vjeç. Në fillim të karrierës së saj, ajo fitoi me shpejtësi popularitet duke luajtur në seriale televizive ku imazhet e saj u bën simboli një gruaje të fortë të vendosur. Por në jetë ajo bëri një zgjedhje krejtësisht të ndryshme pas martesës së saj me aktorin dhe muzikantin Mert Kekli. Ajo filloi të refuzonte gjithnjë më shumë xhirimet. Me kalimin e kohës, aktoria thuajse u zhduk nga ekranet, duke ju përkushtuar jetës familjare, vetmisë dhe qetësisë që gjeti pranë të dashurit të saj. Shumë fansa prisnin kthimin e saj, por Aslihan zgjodhi të mos jetë në qendër të vëmendjes, por në nënkijen e rehatisë së shtëpisë. Ishte hapi i saj personal dhe i vetëdijshëm për të lënë famën për hir të qetësisë shpirtërore. Qofshin ditët e saj të mbushura me ngrohtësi dhe lumturi, në fund të fundit, dashuria e vërtetë është kur një person është në gjendje të japë gjithçka për hir të heshtjes në të cilën t'i gëllon zari një të dashurit. Vendi 3, Meryem Üzerli. Meryem ka lindur në 12 gusht të vitit 1983 në Kassel të Gjermanisë. Ajo tani është 41 vjeç. Ajo shpërtheu si stuhi në kinemat turke. Duke u bërë një sensacion mbar botëror, por roli që i solli dashurinë e miliona njerëzve. Por pikërisht në kulmin e famës së saj, Meryem u zhduk papritur. Zyrtarisht pa një arsye shëndetësore, por në prapaskem kishte një arsye më të thellë. Një marrëdhënie e vështirë, djegje emocionale dhe një shtatzani e papritur. Aktoria u nis drejt Gjermanisë për të mbajtur fëmijën në heshtje, larg kamerave dhe presionit. Që atëherë, ajo është shfaqur vetëm her pas here në ekran. Fokusi kryesor është tek fëmia, ekuilibri brendshëm dhe lumturia personale. Ajo zgjodhi vetë që të jesh nën është më rëndësishme se të jesh e famshme. Se vetmia në heshtje është më e sigurt se dashuria në qendër të vëmendjes. Jeta e saj le të jetë e qetë dhe e mbrojtur. Zgjedhja e saj le t'i sjellë asaj atë që asnjë famë nuk mund t'ia japë asaj, paqe dhe dashuri të vërtetë. Vendi 7, Ozge Ospirinci. Ozge ka lindur në 1 prill të vitit 1986 në Stamboll. Ajo tani është 39 vjeç. Ajo ishte një nga aktoret më të spikapura të brezit të saj. E sinqertë, emocionale, me një pamje ekspresive që të roqi menjëherë vëmendjen e publikut. Ozge shkëlqeu në role dramatike, por gjithçka ndryshoi pasi u njoh me aktorin Burak Yamaçi,
marrëdhënia e tyre u zhvillua bukur dhe harmonike. Shumë shpejt Ozge mbeti shtazan dhe lindi një vajzë, që nga ai moment, ajo praktikisht u zhduk nga kinemaja, duke bërë një pauzë që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Nuk ishte aratisje, ishte një zgjedhje. Ajo vendosi të fokusohej tek mëmësia. Heshtja e shtëpisë, hapat e parë të vajzës dhe mbrëmjet e buta me familjen e saj. Në sytë e saj, suksesi nuk ka të bëjë me çmimet dhe vlerësimet, por me lumturinë në momentet e thjeshta. Ne i urojmë Ozges dashuri të fortë, rehati dhe mrekulli të reja çdo ditë. Lëreni historinë e saj, tu kujtoj se ndonjëherë gjërat më të rëndësishme në jetë ndodhin kur kamrat fiken. Vendi 6. Tyvana Tyrkaj. Tyvana ka lindur në 3 tetor të vitit 1910 në Stamboll. Ajo tani është 34 vjeç. Në fillim të karrierës së saj, ajo ishte një yll i vërtet. Duke maknitur shikuesit jo vetëm me talentin e saj, por edhe me pamjen e saj unike. Imazhet e saj mbaheshin mend gjatë dhe emri i saj u shfaq gjithnjë më shumë në kryetitujt e shtypit turk. Por me kalimin e viteve, Tuvana filloi të shfaqej gjithnjë më pak në ekran. Pas disa romancave të ndezura, por të dhimbshme, ajo u tërhoq nga jeta publike. Ajo u përpoq t'i mbante larg kamrave marrëdhëniet e saj të mëvonshme, dhe vetë aktoria u përqendrua në rritjen e saj të brendshme, dashurinë, gjë që ndryshoi prioritetet e saj. Tuvana nuk bëri asnjë njoftim të zhurmshëm për largimin. Ajo u zhduk butësisht në mënyrë femërore, sikur të ishte tretur në një realitet tjetër. Por thellësisht personal, ajo zgjodhi rehatin shpirtërore duke hedhur zhurmën dhe nxitimin e botës së aktrimit. Rruga e saj qofte mbushur me paqe. Lëreni dashurinë për të cilën u zhduk nga ekranet të bëhet roli i saj më i rëndësishëm dhe më real në jetë. Vendi 5. Belçim Bilgin. Belçim ka lindur në 30 janar të vitit 1983 në Ankara. Ajo tani është 42 vjeç. Karriera e saj në kinema dhe në teatrin turk u zhvilluan me shpejtësi. Dhe me të drejtë ajo u konsiderua si një nga aktoret më të thella dhe serioze të kohës së saj. Për ta u përfol veçanërisht pas martesës me regjisorin dhe aktorin e njohur Yilmaz Erdogan. Bashkimi i tyre duke ideal. Dy njerëz krijues që frymëzojnë njëri tjetrin. Por në këtë bashkim ishte Belçim ajo që devijoi nga rruga e aktrimit. Ajo pranoi rolet gjithnjë më rrallë dhe gjithnjë më shumë beti nën hije. Pas divorcit, Belçim nuk u kthye më në ritmin e mëparshëm. Ishte sikur ajo histori dashurie ta kishte ndryshuar përgjithmonë. Ndoshta ajo dha shumë nga vetja për të. Apo ndoshta ajo sapo e kuptoi se ka vlera të tjera në jetë që nuk lidhen me lentet e kamrave. Ajo zgjodhi rrugën e heshtjes, ekuilibrit të brendshëm dhe me sa duket vetmisë së vetëdijshme. Le të jetë kjo heshtje muzika e shpirtit të saj dhe zemra e saj, e cila dikur dha gjithçka për dashuri, le të gjej përsëri paqen dhe frymëzimin. Vendi 4. Hande Soral. Hande ka lindur në 2 shkurt të vitit 1987 në Bursa. Ajo tani është 38 vjeç. Makniti shikuesit me sinqeritetin, emocionet e gjalla dhe rolet e saj të përzemërta, veçanërisht në seriale dramatike. Karriera e saj përparoi në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt, por gjithçka ndryshoi pas martesës së saj me aktorin Ismail Demirci. Ata dukeshin të lumtur, të dashuruar dhe të lidhur fort, jo vetëm nga ndjenjat, por edhe nga këndvështrimi i tyre për jetën. Dhe pikërisht nga ky moment, Hande filloi të zhdukej nga ekranet. Fillimisht pati pushime të shkurtra mes projekteve, më pas mungesë të plotë nga hapësira mediatike. Ajo zgjodhi dashurinë, familja, shtëpia, fëmia, heshtje dhe ndoshta më e rëndësishme, e vërteta. Ajo donte një jetë pa zhurmë, pa orare, pa kamera. Largimi i saj nga aktrimi nuk ishte dramatik, apo i zhurmshëm, ishte e butë, si prekja e dorës së një njeriu të dashur dhe po aq kuptim plot. Familja le të jetë skena e saj dhe jeta e saj roli më i mirë që ka zgjedhur me dashuri dhe pa keqardhje. Në vend të tretë, Ayça Varvy ka lindur në 22 qershor të vitit 1977 në Ankara. Ajo tani është 47 vjeç. Në një kohë ajo konsiderohej si një nga aktoret më premtuese dhe më të talentuara në Turqi. Energjia dhe mjeshtëria
e saj nuk lanë indiferente as publikun dhe as regjizorët. E ardhmja e saj në film duke e ndritshme dhe plot ngjarje, por gjithçka ndryshoi pas martesës. Pasi u bë grua, aq sa papritur për shumë njerëz beri një javë përpara, ajo filloi të shfaqej gjithnjë më pak në projekte të reja, dhe më pas u zhduk pothuajse plotësisht nga ekranet. Nuk ishte nga lodhja apo zhgënjimi në profesion, ishte një zgjedhje e qetë dhe e vendosur, të ishte pranë personit që donte. Ndërtoi jetën jashtë kamerave, larg seteve filmike. Dashuria e saj doli më e fortë se ambicjet e saj, qetësia e saj më e rëndësishme se fama. Aq që na kujtoi se largimi nga kinemaja nuk është gjithmonë humbje, ndonjëherë është një fitore mbi veten dhe rruga drejt lumturisë së brendshme. Qofshin ditët e saj të mbushura me ngrohtësi, mirëkuptim dhe vetë dashurinë për të cilin ajo ndryshoi gjithçka. Vendi 2. Fahriye Evcen. Fahriye ka lindur në 4 qershor të vitit 1986. Në Gjermani, ajo tani është 38 vjeç. Ajo ishte dhe mbetet një nga aktoret më të dashura të publikut turk. Rolet e saj femërore, bukuria magjepse dhe karizma e fortë në ekran e bën atë një ikonë të vërtetë. Por me kalimin e kohës, shikuesit vuan re se Fahriye filloi të shfaqej gjithnjë më pak në ekran. Pas martesës me Burak Özçivit dhe ardhjes në jetë të djalit të tyre, ajo pothuajse u largua nga kinemaja. Megjithatë, është e rëndësishme të thuhet se ky nuk ishte një vendim i marrë nga bashkëshorti i saj. Burak kur nuk e ndaloi atë nga aktrimi, nuk i kufizoi zgjedhjet e saj. Fahriye zgjodhi vetë këtë rrugë. Ajo donte të bëhej nën, grua, mbështetja e familjes së saj. Ajo hoqi dorë nga xhirimet dhe oraret e ngarkuara për hir të lumturisë së thjeshtë dhe të vërtetë. Ajo tregoi se një grua e fortë është ajo që mund të ndalet dhe të zgjedhë heshtjen nëse e kërkon zemra. I urojmë Fahriyes shumë vite harmoni familjare, le të jetë mbushur çdo ditë me kuptimin e vërtetë që ajo gjeti në këtë jetë. Vendi i parë është Neslihan Atagul. Aktoria ka lindur në 28 gusht të vitit 1992 në Stamboll. Ajo tani është 32 vjeç. Rruga e saj drejt famës ishte shpejt dhe marrëmendse. Fytyra e saj zbukuronte kopertinat e revistave, rolet e saj u bën fenomen kulturor, dhe emri i saj ishte i njohur përtej kufive të Turqisë. Por në kulmin e popularitetit të saj, Neslihan bëri atë që askush nuk e priste. Ajo u tërhoq nga kinemaja e madhe. Ajo gjithnjë më shumë refuzoi ofertat dhe më vonë u zhduk plotësisht nga ekrani. Shkak dashuria. As tekat, as lodhja dhe as sherret me drejtor. Ajo zgjodhi të jetë me atë që do. Bashkëshortin e saj, Kadir Dokulu, bashkimi i tyre u bë më i rëndësishëm për ta se sa xherimet. Harmonia e tyre, jeta e tyre e vetmuar, lumturia e tyre, pa vëmendje dhe stres të panevojshëm u bën prioritet kryesor. Neslihan e kuptoi që karriera e saj mund të priste, por dashuria jo. Për hir të saj, ajo hoqi dorë nga kontratat dhe fama shumë milionshë. Për hir të saj, ajo ndërtoi një botë në të cilën gjëja më e rëndësishme nuk janë kamerat, por ngrohtësia e njerëzve të dashur. Faleminderit që ishit me mua deri në fund. Shihemi në videon e radhës.